Këtë djel u kënaqëm bised pas bisede, tani kam kënaqësinë që në ftohtë të nxehtë, të kemi një premierë të një këngës së re. Një këngë, një videoklip, i cili është realizuar dhe sot për herë të parë, bashkë me miqt më të mirë të ftohtë të nxehtë të Radio Televizionit 21 në Kosovë dhe TV 21 në Maqedoninë e Veriut, të shohim paksa klipi, po e kërkoj që të shohim nga regjia e pastaj do flasim për këngën e klipin me një këngëtare e cila ka realizuar një super këngë e që besa që tani do të keni mundësinë e ta shihni në kanalin zyrtar në YouTube. Regjia, të shohim pak këngën e pastaj të kthehem bashkë me këngëtarën të flasim për këngën më të re. Se dëgjoj askush, se shikoj askush. Ka Ulta Selimi, mirë se erdhe fillimisht. Si e? Ne pam, dhe më thënë, videoklipin edhe realisht edhe po e shohim edhe këto momente, edhe kisha dash pak sa me folë fillimisht për këngën. Si nisi komplet puna e kësaj këngë? Po kënga është, dhe më thënë, është realizu, të më thënë tekstin e ka shujt Ben Apolloni, regjisori Ben Apolloni. Okej, pe i sotit një këngë ma ki bësh, Ben. Kurse kompozimin e ka bë kompozitori Florent Boshnjako, edhe pas taj vine edhe kostumografët, kostumografja ka qenë Leodita Hyseni, që e ka bërë, dhe më thënë, ideimin, projektimin e kostumeve, dhe kurse, dhe më thënë, mendimin e Qëndrejsa Isufet. Okej. Më dhe një ekip i madhë, realisht që keni punu në realizimin e këngës më të re Perëndimi. Po, pas taj edhe videoklipin e ka bërë Buck Production, dhe për pamjen estetike, për dukjen estetike, dhe më thënë, nga ka ndihmu edhe BAM Studio. Okej. Më thënë një numër shumë i madhë, zakonisht ne shijojmë një këngë dhe një videoklip, në këtë rast vetëm një pamje ose edhe komplet videoklipit, po harrojmë që një numër i madhë është. Qysh u ndave në momentin kër e dëgjove këngën, të kompletuam edhe me videoklip edhe atë herën e parë që ke pa videoklipin edhe këngën? Po, ka qenë një emocion i papërshkrueshëm, se prej e vogël, dhe më thonë, kam pas dëshirë. E kam edhe një këngë kur kam qenë në moshë 13 vjeçare, por tash, dhe më thonë, ka pas kohë derisa s'kum bo bashkë këngë shto temën personale, edhe ka qenë një emocion i veçantë, edhe me ndëgju, dhe më thonë, këtë këngë fantastike të këtij ekipit. Të mrekullueshëm, shumë të madhë. Realisht, këngën kër e këmë dëgjum, ka pëlqy edhe teksti, edhe interpretimi ëtë më pas, realisht e ke qa edhe e ka aktru, për pos që e ke këndu mënyrën perfekte, po, dashtë edhe me aktru. E ke aktru. Po me ndën që për pos këngëtare më bua dhe aktore në këtë rast? Dyja të bashkë? Po, si dihet. Okej. Qka tani, me qënë se kënga do të postohet sot në rjetët sociale, njëkosisht edhe në YouTube, faleminderit shumë që ke zgjedhur ftohtë të nxehtë që të bësh premierën e këngës më të re. Kjo ja ke 20 minuta, është ndaj këngë tjetër. Ja ke njës vetëm se ato planet është problem është mja njës, se mas ne 100.000 ide dhe planet vinë. Po jemi në bisedime, ta shof me disa këngë tjera, disa këngë, do më thonë njëm edhe tekst shkruese, po, edhe ajde muj me nëzirë edhe diqka prej vetës, po edhe prej, do më thonë prej kompozitorëve të ndryshëm. Të ka shku mendja për shumë me bua dhe naj bashkëpunim, me naj këngëtar ose me këngë kështë pas qef me bashkëpunu? Po, tash kemi amrat ndryshëm që janë të njohur, për shembull Dafina Zeqire. Në Dafinën së mënë është, du më thona, koncertin e fundit e ka kry. Po. Du më thona, Kamelin. Po, në të ardhë. Në të ardhë. Dikon tjetër për pos Dafinës. Po, për shembull Yll Limani, se përshtatmi edhe pak zhandër muzikor. Që ta janë disa amra. Oke, ata të favoritut. Po cila është e kënga që të pëlqen mas shumë, të një këngë e huja, kështu që... E huja Rise Up, Andra Ray e ka po, edhe më pëlqen edhe Amy Winehouse. Këngë të saj janë pavdekshme, definitivt. Po, më pëlqen edhe Lana Del Rey. Po du me të këthy prap të klipi. Po. Ta shtu e pa klipin edhe me këndo detaje,
Kush ka bo mas shumë të nervëz në klip? A ka qenë Beni, a kanë qenë kamermanët që kanë thonë hajde edhe një herë, se kjo pjesa nga njerë të ljotë videoklipi. Po. Se për 3 minuta do më thonë ndodhë që gjirohet 2-13 orë, kështu që të bënë edhe ma shumë një lodhje që nuk e përshundet me fjallë. Po klipi fatmirësisht u kry me sukses, edhe nuk ka zgjatë edhe shumë, edhe një skene, do më thënë, u përsëri 2 herë, edhe ka pas, ama jo, do më thënë, ma shumë se 2 herë nuk, do më thënë, nuk jëmë përsërit skenat. Vetëm ta jo pjesa që jëmë përshkëli, atë, do më thënë, kena pas pak, ka zgjatë ma shumë, kurse tjerat kanë shku ma leshëm. Po. Më thonë, sa është fështirë kështu me fshi shminkat vetë shumë e durë? Po tash do të mi dhonë edhe ndjesi edhe... Kuptohet. Edhe mirë ka shku. Me qenë se je në ere në mosh, po e mendon që muzika tjetë profesion për ty? Po është një ndjesi që nuk krahasot me diçka tjetër. Do me thonë, kjo është edhe punë, po edhe është ndjesi e jamja që unë kur dalë në skenë, do me thonë, e ndjej 100%, do me thonë, është my time, koha jam, do me thonë. Aty është që fle zemra. Po. Okej. Po, me qenë se ke fillu me mendu për këngët e reja realisht për me realizu, kështë pas qef që për shambull dhe kënga tjetër, me qenë një balad ose një ritëm tjetër? Po, ma shumë më pëlqenjë baladat, po edhe, do më thonë, këngët ritmike më pëlqenjë, që më pak ma me ritëm, pak ma pop. Po, edhe në balade një nashta vetëm pak ma mirë. Do më thonë edhe kënga tjetër me sa po e kuptoj balad. Tash se di. Se ke menduan. Po. Okej. Si po e mendon që do ta presim, për shkak për anisi një pyetje kështu prej shoqnis tënde më të afërt videoklipin. Ndoshta ata që nuk e kanë pas, ata shumë të afërt e keni pa. Po ka ende që nuk e kanë pa. Si po mendon që kanë me reaguar ta? Po tash shoqnia jam është, domethënë, kanë shpirt artistik, do më thënë gjë, sepse kam qenë edhe shkollë të muzikës, në shkollë të masme, ta është në fakultet juridik, atje në Kilan. Edhe besoj që kam ju pëlqy se ka edhe motive artistike, jo veç, për shambull, veç jo muzikë komerciale, si do këngëtar që... Që po bëhen, kove të fundit më shumë muzikë. E kjo është ma shumë artistike, do më thënë besoj që ju kish pëlqy. Ulta, unë për falenderoj shumë që ishe me një në ftohtë të nxehtësët dhe bashkë promovum këngën, duke uruar që për herë të parë ta dëgjojnë dhe ta shohin edhe me qëtan të Radio Televizionit 21 dhe kuptohet që na premtosh që do t'jesh shumë aktive, të mos ndalesh duke sjell këngë të reja, videoklipe, e sigurisht herën tjetër sot po pështën, herën tjetër duhesh marrë me band me kënduat. Po. Shpresoj që kam i pëlqyer edhe publikut, po i falenderoj edhe gjitha ata që më kanë ndihmu me realizu këtë këngë. Do më thënë, i falenderoj të gjithë. Faleminderit shumë. Ne po e dëgjojmë edhe për pak qaste këngën, dhe më pas do të rikthehemi për të vazhduar edhe në emisionit Ftohtë të Nxehtë.